të grumbulluar, të lutem, a mund të afrohesh, e ketë mundur teknikisht, të afrohesh dhe të përcjellësh zërin e tyre në mënyrë që të kalojë menjëherë te problematika, sepse kemi humbur disi kohë në fakt me atë çfarë ka ndodhur pak më herët dhe do doja që tashmë të paktën përcjellim komunikimin. Kam përshtypjen ka një komunikim aty apo jo? Po jam duke kuptuar që diçka po ndodh. Jo, për te zonjës. Shije vetë situatën, të lutem, dhe na e përcjell. Të gjithë banorët janë duke rënë dakord për të vijuar protestën dhe për të bërë kërkesa të vazhdueshme. Është kolegu Osman Stafa, i cili me sa kuptoj është mes protestuesve. Të lutem afrohu që ta dëgjojmë. Patjetër. Qoftë nuk e realizojnë, nuk e bëjmë, ne të dielën jemi prapë këtu. Atje. Po të bllokimin. Po djali. Po vajsos. Goni është profesor statistik të tjesh. Sa ta mund ta lënë dielën prapë pushim. Dielën pushim e bën atë. Mustafa, Muçota, Hajdari, tjetër kurzoj, kapuse, Delalliu. Atili. Po pra, e bëni një listë. Tuneli kushton për jeta Po pra, e bëni një listë dhe pastaj, nëse deri nga mërkura e ejtja nuk ka asnjë lloj reagimi, ne do bëjmë protestën tonë duke e vazhduar. Dhe herën tjetër nuk do ketë më që do na vinë 20 minuta e tjerë. Ne do e bllokojmë. Janë fëmijët këtu, e kuptoni? Pra keni marrë, më dëgjoni pak, ju lutem. Pra keni marrë edhe fëmijët tuaj këtu që do jenë ata që do e trashëgojnë këtë vend. Kështu që të paktën ta bëjmë edhe këtë betejë, edhe për te i nesh për fëmijët tanë, sepse ju e dini shumë mirë, unë jam i kësaj zone, di se si edhe kushërit e mi, dhe gjithë njerëzit e mi, apo edhe juve se si keni ndërtuar shtëpit. Shko puno 6 muaj, 3 muaj, hajde vendos një tull. Shko një tjetër, hajde vendos një tjetër. Edhe nuk mundet do të na e prishin këtë zonë, se hajtë se po mos kishtë alternativë, s'kemi qaj, bëjmë dreqin, fati i keqe i zi i zonës, por teksa ka alternativa, dhe janë 2 alternativa, edhe tuneli që kërkon zona, se bëjmë tunelin të shkretën, edhe nuk dëmton aq shumë sa çdo dëmtoje, do i dëm shpërblesh ata që preken si shtëpit, si arat e çdo gjë tjetër, dhe mbaron gjithë historia. Pse ti duhet të shkatrosh një komunitet tërë, një fshat tërë, për çfarë? Se do harxhosh 2 lekë më shumë. Edhe ua them, ata 2 satelitët që të kuptoni, se realisht nuk duhet bëj politik, por që ta kuptoni gjën, ata 2 satelitët që kemi çuar në hapësirë që nuk na shërbejnë për asgjë, 6 milion euro. E disa flitet që kushton rreth 5 milion euro. Do ishte bërë. Nëse nuk do ishte bërë ai kopshti atje ke kryeministria, kopsht Eden quhet. Kopshti i bukur për syrin që të ngrihet dhe ta shikojmë këtë bukurinë, ne? 4.3 milion euro. Do kishte mjaftuar për të bërë tuneli. Atëherë lekët çkan. Thjesht shkoj ke satelitët, nuk e di, ke incineratorë, dreqet aj ku i çojnë. Bëje tunelin këtu. Dhe aq më tepër një zonë e cila ka votuar, që e dini si ka votuar, që nga 90-ta deri tani. Paktën një mirënjohje mund ta kenë, se gjë si keni kërkuar. Rrugë jo, shkolla jo, drita jo, fëmijët po ju ikin, etj. Patjetër për çfarë po i kërkoni? Hajde t'u prishin dhe shtëpitë, edhe fshatin, dhe pastaj ngrohemi gjithë në diell. E diela, nëse s'ka reagim, ora 10 prap këtu por të vendosur për të qëndruar deri në fund. Jemi dakord gjithë. Prandaj, ju lutem, komunikoni dhe me tjerët, jemi edhe 2 herë sa qishim sot, sepse i ka autolishti kaq njerëz, edhe kaq, se më shumë nuk ka më.